Pa asnjë familjar pranë dhe pa asnjë ceremoni mortore, 80 vjeçari Shefit Rapaj, autori i vrasjes së bashkëshortes së tij dhe më pas vetvrasjes, është përcjell në banesën e fundit nga punonjësit e Bashkisë Roskovec. Ngjarja e rëndë e ndodhur 2 ditë më parë në fshatin Kuman tronditi opinionin publik. Pas krimit, trupat e bashkëshortëve u transportuan në morg, ndërsa familjarët refuzuan të tërhiqnin trupin e autorit. Sipas drejtorit të ndërmarrjes së shërbimeve publike në Bashkinë Roskovec, Arben Duka, pavarësisht përpjekjeve dhe negociatave të policisë, nuk u arrit asnjë marrëveshje me të afërmit. Në këto kushte, në zbatim të ligjit, ishte vetë bashkia që mori përsipër organizimin e varrimit. Pas shumë negociatave që bëri policia me të familjar për ta tërhequr trupin dhe për të organizuar ceremoninë e varrimit, nuk u gjet gjuha. Jemi detyruar të bëjmë organizimin dhe kemi shkuar me shoqëri të licencuar për transportin nga morgu për në Varreza, është kryer varrimi nga ndërmarrja përkatës, pa prezencën e asnjë nga familjarët. Ndërkohë, 75 vjeçaria Dashurie Rapaj u përcoll nga familjarët në vendlindjen e saj, në fshatin Allambreas të Beratit. Në kontrast fort, bashkëshorti i saj u varrosi vetëm, pa praninë e të afërmve, pa lot dhe pa lule. Një fund që pasqyron dramën e thellë familjare pas një tragjedie që ka lënë pas shumë pikpyetje.